Ta mendosh sot Shqipërinë pa ne. Partinë Socialiste të Shqipërisë në krye të punëve të saj të mëdha dhe të përpjekjes son për të ngjitur në majën 2030 është njësoj si ta mendosh Shqipërinë me flamurin ngjyrë kënete. Është njësoj si ta dëgjosh zërin e vendit me shkëputjet e fillit të një plaku të raskapitur mendërisht, të dëshpëruar moralisht dhe të pashpres politikisht. Është njësoj si të shohësh krahët e drejtësisë të brejtura nga mijët e kënetës. Është njësoj si t'ja presësh këtij shteti këmbët dhe ta rrogullisë përsëri kovë pusi te poshtë. Po Tiranën e lënduar nga ngjarja e fundit, e harrova vallë që nuk e rendita në listën e qarqeve me mandatet e tyre. Nuk e harrova, natyrisht. Po pse atëherë e lash jashtë listës më sipërme? Ndërkohë që brenda nesh debati lidhur me sondazhet, lidhur me të dhënat nga terreni, është se në Tiranë ne do të marrim 1 apo 2+, duke shkuar nga 18 në 20. Nuk e harrova, por e lash veç, sepse Tirana ha buk veç. Është jo vetëm kryeqyteti dhe qarku më i madh i Shqipërisë me shumë diferencë nga i dyti, por Tirana është dhe krenaria jonë më e madhe, jo thjesht si qytetar të saj, po si shpëtimtarët dhe transformuesit e saj, që i kemi dhënë këtij qyteti, dikur të mbytur në llumin e kënetës, sharmin e pamohueshëm të Europës. A ju kujtohet ç'a ishte këtu ku jemi mbledhur sot, edhe rrim për qef mbi gjelbrim kënet? A ju kujtohet ç'a ishte nga do hidhje syt në për Tiranë? Kënet. I kam parë zogjt dhe mijët e kënetës të shfaqen gjatë tyre javëve në për ca rrugica të pashtruara, pranë ca kazanëve të mbingarkuar për të lajmëruar ditën e qametit për mua dhe për ju dhe ardhjen e sherbetit për ta dhe për bufin e tyre. Mjerë ky vend për ta. Po unë këtu se kam me ta. Po e kam me të gjitha ata Tironsa dhe Tiranas, me rrënjë të vjetra dhe me degë të reja. Në këtë Amerikën tonë të vogël, ku ka 1001 gjëra për të rregulluar, po ama ka një gjë të madhe për të mos e harruar. Këtë qytet mund ta bëjnë më të mirë vetëm ata që e kthyen në jetë dhe që i dhanë identitet, i dhanë famë, i dhanë dignitet. Do me thënë ne Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër. Këtë qytet mund ta bëjnë më të kamur, më të bukur, më solidar me më të dobtit, më të sigurt për më të vegjëlit dhe më krenar për të gjithë. Vetëm ata që ja pastruan baltën nga fytyra, që ja larguan shibanët nga trupi, që e veshën, e zbukuruan, ja shumë fishuan vlerën